përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Hetimi nga SPAK për fondet e Kuvendit të rithemelimit që i parapriu kthimit të Sali Berishës në Partinë Demokratike ka nisur pas një kallëzimi të bërë nga Gazmend Bardhi në fund të vitit 2021 në prokurorinë e posaçme. Në këtë kallëzim, ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Paditi Këlliçin, Vokshin dhe Spahon si organizator të këtij kuvendi. Unë do të flitem drejt për drejt me Ervin Lekën, ai ka detajet. Ervin, të përshëndes, bëhet fjalë për një kallëzim të depozituar në prokurorinë e posaçme nga ana e Gazmend Bardhit. Çfarë dim për këtë çështje? Duket se ky hetim pasuror për sa i përket financimit të kuvendit të rithemelimit të mbajtur me 11 dhjetor të vitit 2021 e ka zanafillën tek një kallëzim i bërë vetë nga radhët e Partisë Demokratike në atë kohë pra nga Gazmend Bardhi, që në fakt në atë periudhë ka qenë në konflikt me persona që organizuan edhe kuvendin e rithemelimit. Gazmend Bardhi vetëm 2 ditë pas edhe këtij kuvendi që u mblodh pra në stadiumin Errol Benju, drejtuar prokurorisë së posaçme SPAK me një kallëzim, konkretisht për Belind Këlliçin, Albana Vokshin, Ivi Kason, Edmond Spahon dhe Ervin Minarollin, të cilët i kallëzojnë në prokurorinë e posaçme duke thënë se kanë falsifikuar vulat. Paktën me këto pretendime ka qenë edhe drejtimi i Gazmend Bardhit në prokurorinë e posaçme, që si duket nga ky kallëzim ka nisur edhe hetimi pasuror për të zbuluar se kush është personi, por edhe financuesi i kuvendit të rithemelimit të Partisë Demokratike, pra më 11 dhjetor të vitit 2021, ku në atë kohë morën edhe ambientet e stadiumit Errol Benja me Qiraku, faturat paktën sipas llogaritjeve arrin qindra mijëra euro, dhe duhet zbuluar se kush janë personat që kanë dhënë parat në ato kohë për Partinë Demokratike në mënyrë që të organizonte dhe të financonte këtë kuvend të mbajtur. Pavarësisht se sot është në krahët dhe në radhët pra dhe në një të njëjtën tavolinë mund themi me Belind Këlliçin, në ato kohë Gazmend Bardhi i kallëzoi pra të gjitha persona në prokurorinë e posaçme, madje në prononcime që dilte publike, duke hedhur akuza edhe në drejtim të Sali Berishës, të cilën ditën e sotme e ka në krah. Në atë periudhë kërkonte se kush është financuesi i kuvendit të rithemelimit dhe kush e financoi Berishën në fakt që të mblidhte edhe këtë kuvend. Dhe ju ftojmë të ndjekim edhe një prononcim të Gazmend Bardhit në atë periudhë ku kërkonte financuesit e kuvendit të rithemelimit të vitit 2021. Po Ervin, e ndjekim së bashku. Me shumë dëshirë që secila media e cila i shërben të vërtetës dhe transparencës është të trokas në zyrën e zotit Berisha dhe t'i kërkoj të realizoj premtimet e tij publike. Së pari, për transparencë të plot të delegatëve të kuvendit që e quajti, që në fakt ishte mitingu i 11 dhjetorit. Ju premtoj transparencë, lexim të çdo emri, një proces verifikimi në sy të medjave dhe ju nxorri përjashta. Së dyti, ju premtoj që shpenzimet dhe faturat e mitingut luksos të 11 dhjetorit do t'ishin publik për opinionin publik, madje do t'informonte qytetarët shqiptarë dhe demokratët se kush ishin financuesit e mitingut luksos të 11 dhjetorit. Pas publikimit do të shikoni që është top lista e oligarkëve që marrin nga mëngjesi darkë paratë e shqiptarëve me firmë të Edi Ramës. Mirë, vindogjëm së bashku dhe këtë deklarat Gazmend Bardhi të vitit 2021, të dhjetorit të 2021, kohë që korespondon edhe me këtë kallëzim të depozituar në SPAK. Unë falenderoj për raportimin. Sali Berisha mbajti foltorën e radhës poshtë zyrës Edi Ramës, por përveç pjesëmarrjes më të ulët se kurrë, ai u përballë në mënyrë të papritur me kritika nga një prej pjesëmarrësve. Një djalë i ri nga Tirana doli në foltorë dhe kritikoi Berishën për mënyrën se si kishte zgjedhur kreun e ri të grupit parlamentar, si dhe kritikat të tjera të evidentuara nga Ervin Saljani. Sipas motit, njerëzit në shesh tkuren, ashtu si temperaturat e këtij janari. Më në fund edhe militantët e Partisë Demokratike kanë filluar të besojnë se Rama nuk bie me një natë dimri. Mes mungesave ishte dhe Saljani, por në foltoren modeste të doktorit nuk munguan tezat e tij. Dështuan në zbatim. Edhe sot e gjykoj të gabuar imponimin kundrejt demokratëve të disa figurave të papëlqyera mes nesh. Madje e gjej krejt pavend gradimin e tyre në pozita drejtuese brenda PD-s apo grupit parlamentar.
Shkelmuan pagumtim procesin që vetë pompuam aq fort si shembull të demokracisë së brendshme, primare. Ju morëm hakun disa prej më të votuarve. Koncepti i demokratëve monark pas Karrigës, sidomos Karrigës opozitare, nuk i shkon PD si koncept. Më e rënda dhe e fundit e kësaj diagnoze ka të bëjë me sjelljen tonë politike pas 11 majit. Aty ku ne nuk guxuam të bëhemi bashkë, të ulemi, të analizojmë e të reformohemi seriozisht, ta shohim njëri tjetrin në sy dhe të ngrihemi mbi baza të shëndosha, të sinqerta, gjithëpërfshirëse. Dua të them në këtë shes se ne nuk kemi nevojë për aleat fiktiv për krah. Kritikat nuk i dëgjoi Gazmend Bardhi që mungonte, por ishin Noka dhe Klliçi, i cili po të ënën u thirr në SPAK për fondet e paqarta të rithemelimit, por Berisha mendon se 2026 do të jetë viti i tij, po për arsye të mira. Opozita shqiptare ka vendosur të thrasë një protest me datën 24 janar, në të cilën t'i japi mesazhet e qarta për fundare Edi Ramës. Hiq dorë nga grushti i shtetit. Prano ligjin dhe kushtetutën. Përndryshe do të nxjerrim ne jashtë ligjit, jashtë kushtetutës. Por doktori siguroi se Shqipëria nuk bëhet kopje, ka mënyrën e vet origjinale. Këtë radhë evokoi sërish fantazmën e ish pacientit të tij të klinikës së udhëheqësve. Të bëjmë gjithçka për një proces, për një kryengritje paqësore, për një revolucion të ri, i cili do të fshi nga harta e Shqipërisë narkodiktaturën e verhorës. Rrisja e vetme e dekorit të protestës ishte një portret i ri i Ramës i veshur me tuta Nike, ndërsa si gjithmonë në listën e hetuar nga SPAK të qeverisë mungonte Arben Ahmetaj. Foltorja kësaj radhe zgjati 20 minuta, por më shumë se si augur i zi për jetë shkurtësinë e qeverisë, ishte sinjal se edhe doktori e ndjen të ftohtin. Gjithsesi Berishës i duhet të nxitoj. Dikush tjetër ka zënë be se do rrëzoj qeverin një javë para tij. Tiku sa herë afroi doktori, sërish bredh në për bulevard, me premtimin se do e rrëzoj Ramën para tij më 17 janar. Deputetët e partive të reja kanë patur një impakt modest ose të vogël në kuvendin e pas 11 majit. Një investigimi a BZ News tregon se në shumicën e 13 seancave plenare ata ose nuk kanë votuar ose kanë votuar shumë rrallë, ndërsa ndonjë deputet i ri ende nuk ka folur në kuvend. Partia Mundësia është e vetmja që konkuron me Partinë Demokratike, por vetëm me numrin e përjashtimeve për prishje të seancës. U trumbetuan me zhurmë, por partitë e reja nuk po arrin të cënojnë hegemoninë e të vjetërve. Referuar statistikave të bëra publike nga kuvendi mbi pjesëmarrjen dhe votimin e deputetëve në seanca plenare, rezulton se Ana Dajko, deputetja e Shqipëria Bëhet, nuk ka votuar në 12 seanca plenare, Agron Shehaj në 11, Erald Kapri në 9, dhe Redi Muçi në 6 seanca, që nga nisja e sesionit të ri parlamentar në 16 shtator, ndërkohë numri total i seancave të zhvilluara është 13. Praktikisht deputetja e Shqipëria Bëhet ka qenë thuajse totalisht jo aktive, ndërsa Agron Shehaj vetëm në video selfie. E përbashkëta e tyre mbetet vota kundër dy partive të mëdha. Në seancën e 27 tetorit, Shehaj, Kapri dhe Muçi bashkuan kartonat e kuq kundër ngritjes së dy komisioneve të posaçme parlamentare, ati për reformën zgjedhore dhe territoriale. Aso kohë ato do e cilësonin ngritjen e tyre si një pazar për të vrarë partitë e reja, të cilat ngelën jashtë tryezës së dy komisioneve të posaçme, ndërsa vota kundër e Dajkos u evidentua në seancën e 6 nëntorit, ku ngriti kartonin e kuq për projektligjin për barazinë gjinore dhe mos ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit Begaj. Në të njëjtën seancë edhe Kapri votoi kundër, ndërsa Shehaj e Muçi nuk ishin të pranishëm. Endri Shabani u zgjodh avokat populli me 85 vota pro dhe 3 kundërt me votim të fshehtë. Opozita nuk ishte në sallë në momentin e votimit, as Shehaj dhe Kapri, dhe me gjastre votat kundër i përkisnin Artan Lukut, Redi Muçit dhe Ana Dajkos. Së paku Dajko në këtë rast ka votuar, megjithse këtu më shumë ka mbajtur qëndrim në krizën e brendshme të ish aleancës Shabani Lapaj. Vota e deputetës së Shqipëria Bëhet ishte një akt besnikërie ndaj Adriatik Lapajt për tradhtinë e Endri Shabanit. Edhe pse prej tradhtisë së këtij të fundit, ajo po shijon detyrën më të lartë të jetës, deputetes, pa bërë asnjë punë në parlament, aty ku ajo nuk ka folur akoma asnjëherë. Më aktivi duket Muçi. Deputeti i Lëvizjes Bashkë është shfaqur shpesh në foltore për të folur mbi problematikat e qytetarëve,
nga bonuset dhe pensionet tek buxheti apo minatorët. Aktiv në foltore sa i përket diskutimeve për projekt ligjet kanë qenë dhe deputetët e Mundësisë, Kapri dhe Shehaj, ndonse ky i fundit jo në pak raste ka zgjedhur të bëjë protagonistin, duke u përjashtuar disa herë dhe nga seancat plenare dhe duke mos kontribuar direkt me votën e tij. Praktikisht në kuvend duhet të kishim 4 deputetë të partive të reja, që duhet të kontribonin ndryshe në opozicionin e ri në vend. Faktikisht vota e tyre ka qenë e pavlerë, ndërsa me opozitën e vjetër i kanë bashkuar incidentet dhe përjashtimet nga salla e kuvendit. Sondazhi javor në ABC News tregon se pakënaqësive të shqiptarëve për sistemin politik nuk po i shpëtojnë as partitë e reja. Ato u cilësohen nga shumicat e anketuarve se po kopjojnë Sali Berishën dhe nuk ofrojnë alternativën opozitare që premtuan më 11 maj. Ndërkohë gati 40% të anketuarve duan një tjetër parti politike si alternativë. Sondazhi tregon ndërkohë stabilitet në kuotat politike me socialistët gati 44% dhe me demokratët 18 pikë më pak. Mbështetja për të vjetrit bie, shpresa për një të re, në të ardhmen vijon rritet, por te kjo shpresë nuk futen 3 partitë e reja parlamentare. Sondazhi i zëri shqiptarëve në ABC News zbulon se më shumë se 1/3 e shqiptarëve, apo 42.7% e tyre, po presin krijimin e një partie të re të cilën do e votonin që sot, kurse pjesa tjetër, 57.3%, do të votonte për një nga partitë ekzistuese. Por këtu, pjesa më e madhe sërish votojnë Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, ndërsa partitë e reja të krijuara para 11 majit vazhdojnë të humbasin terren. Mbështetja e shqiptarëve për një parti të re imagjinare për momentin shkon thuajse sa mbështetja që ka sot Partia Socialiste nga votuesit, 43.9%, ndërkohë që qeveris vendin me shumicë mandatesh në parlament. Partia Socialiste ka një rënje prej 9.3% që nga zgjedhjet e 11 majit, por rënja e Partisë Socialiste nuk kthehet në rritje për opozitën. Edhe partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike, ka një rënje thuajse të njëjtë, prej 8.7% nga 11 maj. Logjikisht partia e re që do të krijohet do të jetë jo thjesht opozitare, por edhe ndryshe. Ndaj pyetjes pse nuk e votojnë më Partinë Demokratike, 24.3% e shqiptarëve që do të votonin për një parti të re, thonë kanë humbur përfundimisht besimin, sepse mendojnë se ajo është në diktatin e plot të kryetarit Sali Berisha. 12.7% besojnë se Berisha dështoi gjatë qeverisjes së vitit 2005 deri në 2013 dhe nuk mund të ketë sukses sërish, kurse 12.5% mendojnë se doktori është shumë i vjetër për të bërë kryeministër, aktualisht 81 për 82 vjeç. Por sondazhi tregon se shqiptarët kanë humbur besimin shpejt edhe tek partitë e reja, të cilat me moshën e kuvendit nuk i kanë mbushur akoma 6 muajshin e parë. Lapaj, Shehaj dhe Qori prej 11 majit kanë humbur 3 çerekun e mbështetjes, ose një rënje prej 8.6%, fiks sa partitë më të mëdha. 20.3% e shqiptarëve që janë gati për një parti të re, thonë se Lapaj, Shehaj e Qori janë kopje të vjetërve, 13.1% s'kan organizim terren, ndërsa 10.4% din vetëm të kritikojnë, pra janë të sigurt aty ku janë, dhe jo ku duan të shkojnë. Sipas këtij trendi, për 3 vite me gjas edhe mund të mos ekzistojnë, ndërsa shqiptarët do presin sërish që opozicioni tyre të gjejë një figurë të re, që të bëjë një opozit tjetër, krejt ndryshe nga ajo që kemi parë deri më sot, nga molotovët e doktorit, te pabesit e Bardit e deri te lufta për një karike e Adriatik Lapajt. Gjetjet e sondazhit zëri shqiptarëve do t'i diskutojnë në këtë moment me zotin Arben Meçe, i cili bashkohet me mua në një komunikim të drejtë për drejtë. Ju përshëndet zoti Meçe, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Pa unë përkohë dua që të ndalem tek të dhënat kryesore që kanë nxjerrë ditën e dieshme edhe publikimi i sondazhit zëri i shqiptarëve që ka zbuluar se më shumë se 1/3 e shqiptarëve apo rreth 42.7% e tyre po presin krijimin e një partie të re në cilën do ta votonin që sot, ndërsa pjesa tjetër, konkretisht 57.3% do të votonte për një nga partitë ekzistuese, por këtu pjesa më e madhe sërish votojnë PS dhe PD, ndërsa partitë e reja të krijuara para 11 majit vijojnë të humbasin terren. Si e lexoni një gjetje të tillë sa i takon partive të reja fillimisht? Po është një pyetje që është bërë, si një flet për partitë të vjetra dhe partitë të reja, pra ajo që lexoj në fazën e parë ka të bëjë me atë 42% i cili në thelb ka një zhvillim nga politika e sotme. Pra ka një problem të shashëm politika që po prodhon një perceptiv negativ për të në këtë moment që flasim dhe
qofse do shohësh me vëmendje, perceptivi negativ ka nuancat e veta të drejtë për drejta, qoftë tek ata që votojnë tek Partia Socialiste, qoftë ata që votojnë tek Partia Demokratike, qoftë ata të cilët kanë votuar për partitë e vogla, themi, shpeshherë quhen dhe partitë e reja, po e debatueshme është kjo. Pra, ajo që politika lexon në këtë moment nga ky sondazh dhe që realisht është qetësues është fakti që qytetari i Shqipërisë po reagon negativisht ndaj zhvillimeve politike dhe në blok në Shqipëri. Në qoftë se në këtë kuadër perceptimi do të ishte që në qoftë se një pjesë e politikës binte, çka do të thonë që sillte mungesë besimi, shpresë dhe kishte perceptim negativ tek qytetarit, si rregull duhet ngrihet pjesa tjetër. Dhe këtë që nuk po lexojmë në këtë sondazh, atë që lexojmë është që në blok politika po bie. Dhe ky moment duhet lexuar mirë nga të gjithë faktorët politikë. Në mënyrë posaçme, ajo që ka pritshmëri në këtë rast, sepse ju e dini opinionin tim për Partinë Demokratike të Berishës. Partia Demokratike e Berishës ka pritshmëri absolutisht për të rënë, ndërkohë që Partia Socialiste duhet lexojë mirë këtë fakt, sepse kjo periudhë që nga zgjedhjet e 11 majit deri më sot ka një qëndrim jo pozitiv, pra ka një opinion jo pozitiv të prodhuar tashmë tek Partia Socialiste. Po, ta sjell pak të dhënën me që të lutem jo për të ndërprer, por që të jemi të qartë edhe me dhënat e sondazhit. Partia Socialiste është në një logjik në këtë që po thoni ju, ka një rënje prej 9.3% që nga zgjedhjet e 11 majit, por kjo rënje nuk kthehet në fakt në rritje për opozitën, duke patur parasysh se edhe partia më e madhe opozitare ka një rënje thuajse të njëjtë prej 8.7% që nga 11 maj. Po me që? Të lutem, më mbaj këtë grafik, sepse ky grafik lexohet absolutisht shumë në politikë. Por po të shikosh edhe Partia Socialiste, më mbaj të lutem, mos e lëviz vlerë statik. Po patjetër, po. Vlerë statik. Pra, edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike, po dhe partitë e vogla janë të gjitha absolutisht në rënje, që do të thotë që perceptimi i përgjithshëm publik ndaj politikës është progresist. Është plot në vetvete, është një lëvizje masive në vetvete. Si rregull, nëse do të binte Partia Socialiste, e cila sot është në pushtet, partitë e tjera duhet të kishin ngritje, por nuk na rezultojnë gjë bile, dhe shpejtësia e rënjes të partive të tjera është shumë më e madhe se e Partisë Socialiste. Çka do të thotë që në këtë rënje Partia Socialiste ka më tepër qëndrueshmëri referuar këtyre të tjerave. Kishte në perceptimin e dikujt tjetër, po unë nuk kam patur një perceptim të tillë që në momentin kur Partia Socialiste do të binte dhe natyrisht Partia Demokratike që dihet që është në pikë, partitë e vogla do të ngriheshin, por rezultojnë që jo vetëm partitë e vogla nuk janë ngritur, por partitë e vogla janë në rënje dhe janë në rënje absolutisht shumë më të madhe se partitë e vogla e mëdha që do të marrin në terma relativ, jo në terma absolut, se i mirë në terma absolut këtu. Pra kur flisin 4.9%, keni parasysh 43 dhe 25-ën. Po nëse 4.9% ishin, do t'ja referonin fillimit të testimit vetëm për parti, do të shihni që rënja është shumë më e madhe. Dhe tani kjo fillon dhe edhe lexohet edhe në fazat e mëtejshme, të cilat janë mësim për secilën nga partitë. Pra, unë nëse do të isha përkatës në një nga këto parti, që Partia Socialiste, që Partia Demokratike, që Partia Vogël, do të lexoja. Është mësim i madh për Partinë Socialiste, sepse kjo periudhë nuk ka prodhuar optimizëm në opinion, çka do të thotë ajo ka të gjitha mundësitë dhe aftësirat për ta ngritur opinionin publik, sepse i ka instrumentat. Partia Demokratike nuk ka pritshmëri për të ngritur, e kam thënë prej kohësh, sepse ishte një parti e cila do të futej në këtë proces dhe si rregull duke qenë në opozitë do të ngrinte kuotat e veta, por progresi i rëndës së saj do të vazhdojë dhe natyrisht ka një shkak në vetvete. E kam thënë, do të vazhdoj ta them për sa kohë që partia ta drejtoj Sali Berisha, të mos presim. Vjen tani tek partitë e vogla, të cilët në një moment mund të kishin një pritshmëri për të ngritur, por fakti është që unë ne kemi debatuar përsëri pranë televizionit tuaj, pra në atë tavolinën tuaj, dhe kam thënë që nuk ka pritshmëri për partitë e vogla. Partitë e vogla, edhe sondazhi me sa pash unë e vërteton këtë fakt, sepse
Këto parti nuk dalin nga mendësia e partive nga kanë lidhur. Po, të ja pak të dhënat për partitë e vogla, lutem Regjia më ndihmoj, janë 20.3% e shqiptarëve që thonë se janë gati për një parti të re, por nga ana tjetër thonë se Lapa, Sheha i Qorri janë kopje e të vjetërve. 13.1% thonë që nuk kanë organizim terren, 10.4% thonë se din vetëm të kritikojnë, pra janë sigur aty ku janë dhe jo se ku duan të shkojnë. Ka një lloj paqartësie në këtë pikë, sipas si trendi për 3 vite e gjysmë me gjas, edhe mund të mos ekzistojnë më, këto të paktën janë disa nga opsionet që kanë dhënë të anketuarit në sondazhin e dieshëm, sa i takon një lloj mos preference për partitë e reja. Po me çfarë? Atëherë, nëse më lejon përsëri të bëj një korrigjim, po një korrektim në këndvështrimin tim natyrisht, qytetarët nuk votojnë, më thënë nuk kërkojnë parti të re, po kërkojnë zgjidhje në një politikë të re, dhe të ta kuptojnë mirë këtë në politikë të re, sepse nuk kërkojnë parti të re për qytetarët. Sikur edhe reformatimin, ridimensionimin e partive të mëdhaja, se po ta shikosh vëmendja e tyre është parti të mëdhaja dhe ka një arsye pse, do ta shpjegoj në fazën kur analizoj partitë e vogla. Por shqiptarët tashmë po të zhgënjyen nga kjo politikë, pra të jo pozitiv ndaj politikës, dhe mësot e kërkojnë që politika të riformatohet, të ridimensionohet dhe të vinë një përmas tjetër, po jo të prodhohet partijere, jo domosdoshmërisht partijere, sepse tani vite partijere. Partijere dhe vete ka disa probleme të cilat sot në Shqipëri lidhen kryesisht me forcën politike të drejtuesit të saj. Dhe pse e them forcën politike të drejtuesit të saj? Sot dy partitë e mëdha kanë për hir të vërtetës dy drejtues politik shumë të fuqishëm. Njëra ka Ramën, tjetra ka Berishën, që në pozicionimin e vet janë të fuqishëm dhe arrin të administrojnë partitë e veta. Dhe jo vetëm administrojnë, por edhe në opinionin publik janë persona të cilat kanë për krahasën e tyre deri dhe në përkushtim. Dhe ky është fati i madh i këtyre partive, po kështu zhvillohet edhe politika. Partitë e vogla, pavarësisht që futën në fushat elektorale me individ mbetën deri tek individi dhe nuk e zhvilluan më tej formatin e tyre për të bërë të besueshëm, dhe tani te besueshmëria vim tek ajo që është thelbi i gjës. Populli shqiptar tashmë nuk është më qytetari i viteve 90 ku votonte në mënyrë të verbër, por ai votën e lidh absolutisht me fatin e vet. Çka do të thotë që kur populli shqiptar bën një zgjedhje dhe hedh votën, percepton një individ i cili është i aftë të marrë përgjegjësi për të administruar fatin e tij dhe fëmijëve të vet. Dhe kjo është absolutisht gjë më pozitive e zhvillimit politik tashmë në Shqipëri. Nuk është më qytetari i cili është absolutisht i lidhur në mënyrë emotive me politikën. Natyrisht, emotiviteti vet transmetohet në pozicionin e vet politik, por në të gjitha rastet prevalon përgjegjësia e tij për të zgjedhur njerëz të cilët kanë përgjegjësi dhe mund ta mbajnë përgjegjësinë për të qeverisur vendin dhe natyrisht dhe fatin e fëmijëve të vet. Po. Partitë e vogla nuk kanë prodhuar leadership i cili të prodhojë besueshmëri që mund të marrë përsipër të kryej këto procese dhe të zhvillojë këto procese në një fazë më të avancuar se partitë e mëdha. Vërtet del fjala vjen Llapaj, po Llapaj nuk është gjë tjetër vetë se një avancim i kërkesave të Partisë Demokratike. Pra, ato që thotë Partia Demokratike, ato që thotë Llapaj. Dhe kur vjen puna tek përpjekja zgjidhja dhe me sa kam parasysh atje unë, këto parti, përveç faktit që nuk kanë dalë terren dhe nuk kanë arritur të rritin masivitetin e vet, pra militantët e vet, nuk po prodhojnë alternativë, po thjesht janë në kuadrin e kritikave. Po një gjë është kritikë më tepër se Partia Demokratike nuk mund ta bëjë Llapa. Partia Demokratike ka absolutisht shumë instrumenta për të bërë më masiv të kritikë se sa Llapaj. Llapaj ka vetëm një uzurpim të një sheshje aty, vajtjen e zënit me policinë dhe deri kaq vetë Llapaj, nuk vetë dot më tepër. Prandaj dhe Llapaj nuk ngrihet më dhe koha Llapaj për të bërë faktor politik që të marrë përsipër përgjegjësi, po them gjithmonë. Kështu është politikën me individ, me grupime që marrin përgjegjësi dhe kur them marrin përgjegjësi do të thotë që prodhojnë besueshmërinë dhe qytetarit që po, ta janë të aftë që këtë përgjegjësi që marrin ta shpihen deri në fund në interes të qytetarit. Kështu që të treja partitë e vogla që u diskutoni janë thjesht vetëm individ, të cilët në një moment problematik në Shqipëri dhe keni parasysh që zgjedhjet e 11 majit u zhvilluan në kushtet kur SPAK-u kishte bërë kërtin në Partinë Socialiste.
dhe qëndrimi i qytetarit ndaj Partisë Socialiste kishte shumë pyetje dhe në këtë moment vakumi ku Partia Demokratike ishte absolutisht në rëndje dhe Partia Socialiste kishte probleme me SPAK-un, u prodhoi një vakum që la hapësirë për këto parti të vogla. Po deri kaq. Dhe ky vakum nuk arriti të mbushej me alternativë dhe natyrisht do vej normalitet e vet drejt shkirjes. Kështu që këto parti të vogla, unë nuk mendoj që do nesër pas nesër do të kenë zhvillime të mëtejshme, kur nuk patën progres në këtë 6 muaj që ishin në oferimin organizative të tyre, nuk kanë për të patur më progres. Ajo që ne duhet ta kemi si shqetësim është natyrisht e dy partitë të mëdha. Dy partitë të mëdha nëpërmjet këtij sondazhi marrin mesazhe të jashtëzakonshme. Në Partinë Demokratike e kemi thënë, do ta them, unë kam për ta thënë gjithmonë, për sa kohë që atë parti do të dhejë Sali Berisha, ajo parti do të jetë gjithmonë në rëndje. Është domosdoshmëri për atë parti një riformatim total. Partia Socialiste tashmë lexohet që duhet të riformatojë marrëdhënien e saj me publikun dhe në mënyrë të posaçme problematikën e korrupsionit, të cilët SPAK-u e ka dëmtuar absolutisht shumë Partinë Socialiste. Raporti i Partisë Socialiste me korrupsionin është thelbi kryesor i problematikës që ka Partia Socialiste. Pjesa tjetër unë nuk mendoj që ka ndonjë problem, sepse alternativat e Partisë Socialiste janë më të konsoliduara, më të qarta, por marrëdhënia me korrupsionin është tashmë detyrë kryesore e Ramës për ta administruar në një formë të tillë që të shpërndajë qytetarët e Republikës së Shqipërisë mesazhin që Partia Socialiste jo vetëm është e aftë të luftojë korrupsionin, por ka të gjithë potencialin që ndërtojë gjithë infrastrukturën për të mos prodhuar konfliktin me qytetarët e Republikës së Shqipërisë për sa i përket administrimit të fondeve publike dhe të pasurisë publike. Mirë me qënë, falenderoj shumë. Falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për analizën që ndave me na. Dalimi tani me një zhvillim të minutës së fundit. Një i burgosur në burgun e Durrësit është arratisur, bëhet fjalë për Altin Ndocin, i cili më herët ka qenë i arrestuar nga SPAK për veprat rënda penale. Burimet thonë për ABC News se Altin Ndoci është arratisur disa orë më parë. Njëjtat burime thonë se ai ka ikur nga spitali i Durrësit, ku ndodhej prej disa ditësh i shtuar në repartin infektiv për shkak të një sëmundje që kishte. Janë këto zhvillimet e fundit pra që vinë nga kjo çështje. Një i burgosur i cili po merrte ndihmë mjekësore në spitalin infektiv të Durrësit është arratisur, bëhet fjalë për Altin Ndocin, i arrestuar nga SPAK për vepra të rënda penale. Ne ndalemi në këto momente me një shkëputje, rikthehemi pas pak. Jemi sërish së bashku drejt për drejt në Newsline. Do të ndalemi tani me të tjera zhvillime të ditës. Prurjet nga Lumi Seman dhe ndërhyrjet në strukturë nga banorët e zonës kanë qarë argjinaturën në ndërnenas të Fierit. 20 banesa janë përmbytur dhe 100 hektar tokë bujqësore janë në ujë. Prurjet në Seman ishin në të njëjtën sasi, por sistemi mbrojtës i dëmtuar nuk përballoi dot volumin e ujit. Ekskavatorët dhe mjetet rënda po punojnë për reduktimin e dëmeve në argjinaturë. Dhjetra shtëpi, 100 hektar me të mbjella dhe stane baktish u përmbytën në fshatin Asturkas të Libofshës. Një skenë e njohur për banorët prej romanit të Jakov Xhoxhës dhe tregimeve të parëve. Vërshimi i Semanit në Asturkas të Libofshës po ndjek rrjedhën e tij të vjetër duke dalë në atë që quhet Lumi i Vdekur. Është zona pasmeje ku ndodhet kisha e Shën Marinës dhe fshati Pirg, i zhdukur nga harta pikërisht nga përmbytjet e Semanit të përshkruara mjeshtërisht në kryeveprën e Jakov Xhoxhës. Lumi i Vdekur quhet shtrati i vjetër i Semanit që kalon në fshatrat e ultësirës bregdetare të Myzeqes, mes Lushnjës dhe Fierit. Semani ka devijuar rrjedhën dhe grykderdhjen, por kur prurjet rriten, shkon në shtratin e vet të dikurshëm. Është zona këtu? Është këtu ku rrjedh uji, po disi çik më tej, ikën me tutje pi hidrovorit. Pra, fillimisht Semani ka qenë? Fillimisht ka qenë Semani, domethënë ka kthyer, ka qenë këtu drejt.
dhe ikën tute. Pastaj duke ardhur, duke spostuar gjithmonë në jug. Spostuar desa ka vajta t'i kuash. Dhe për këtë arsye kjo quhet lumi i vdekur, sepse nuk rriste më. U shkëput lumi që aty, vajtëm shtrat, gjeti shtrat tje atje dhe në njëti. Në 80 e ca njëherë, kur ishtë qarë ky misari teja, është përmbytur, po prapë e njëjta skem. Ujtë ka vajtur po të lumi i vdekur. Po, bravo. Jam mbushur ato përpara. Po, bravo. Është i njëjti skenar. I njëjti skenarësh. Por ndryshe nga myzeqarët e viteve 30, sot banorët e zonave të prekura nga përmbytjet nuk i friksohen lumit. Madje kanë aq guxim sa të marrin inerte nga argjinaturat, barrierat mbrojtëse ndaj vërshimeve të lumenjve. Kemi shëtuar deri tani. Është një gjysmë metër larg nga mua. Që është përmbytur, shtoka ult shumë. Gati me përmbytje. Uji është në shtime sipër. Ka filluar qysh dje në orën 1 në drekë dhe vetëm rritje. Vajtëm dhe ndaj në zorë në baktit e atyre shokëve që kemi ndje. I ndihmuam bashkë me ushtrinë. Sa të bëjmë? 12 orë pasi çau argjinaturën në Dërmenas, Semani po tërhiqet në shtrat dhe situata tani mund të parashikohet. Shikon, unë jam 30 vjetë jam peshkatar. Deti është i rënë. Ati janë hapur 5 gryka. 5 gryka, se ju nuk i dini se qysh janë grykat që rrjedhin ujtë. Ai kanali që ka rrjedh ujtë për shembull atje, ka hapur gryk vete. Ajo godha ka hapur gryk vete, kanali ka gryk vete dhe lumi ka gryk vete. Janë 3 gryka. Me rënien e detit, ujtë tërhiqet. Pra kemi lajm të mirë nga deti. Me rënien e detit dhe pompat, që punojnë pompat, e hedhin ujë në godha, pastaj përcjell në grykat e tjera dhe nxjerrin det. Bilanci paraprak i dëmeve është 10 banesat përmbytura në 3 bashkitë Roskovec, Patos dhe Fier, ndërsa mbi 1000 hektar tokë bujqësore janë përmbytur vetëm në Fier. Zona më e prekur rezulton Libofsha me 10 familje të evakuuara nga shtëpitë dhe ekonomi bujqësore në ujë. Një rrëshqitje masive e tokës ka ndodhur në fshatin Vajzë të Vlorës dhe po avancon drejt 3 banesave aktualisht pa banueshme. Sipas informacioneve zyrtare, situata po mbahet në mbikëqyrje të vazhdueshme, ndërsa terreni paraqitet i paqëndrueshëm dhe me rrezik për zgjerim të rrëshqitjes, veçanërisht në rast të rreshjeve të mëtejshme. Fatmirësisht nuk raportohet për banorë në rrezik të drejt për drejt, pasi objektet e prekura janë të pabanuara, por autoritetet po monitorojnë nga afër zhvillimin e situatës. Deti ka avancuar sërish në zonën e Kunes në Shëngjin, duke thelluar dëmtimin në shëtitoren bregdetar. Ekspertët paralajmërojnë se erozioni detar po përparon me ritme shqetësuese. Nga 2017 deri më tani, deti ka marrë rreth 6 hektar tokë ranore. Stuhit e ditëve të fundit shndërruan bregdetin e Kunes në Shëngjin. Krahas pishave qindra vjeçare, dallgët e detit kanë dëmtuar dhe trotuarin e rrugës kryesore. Situata e krijuar është pasojë e erozionit detar, i cili ka marrë për masa shqetësuese. Eksperti i mjedisit i Akgjini thotë se nga viti 2017 deri më tani, deti ka zgjësuar rreth 6 hektar tokë ranore. Ne shohim që nga viti 2017 deri në vitin 2023 në publikim në raportin për gjendjen e mjedisit në Shqipëri të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, shohim që nga Shëngjini deri në Grykderdhet e Drinit, pra afërsisht në distancë 6 km, bregu është qetërsuar në mjedis detar në një sipërfaqe prej 6 hektarësh, që nuk janë pak në kushet e kësaj distance të vizë bregdetare. Kjo stuhi detare tashmë është bërë aq frekuente se nëse para 2 dekadash i qushim ngjarje ekstreme të klimës, ngjarje ekstreme, tash është kthy në dukuri të zakonshme. Por dami që po bën është nuk është një vdekje e bregut e ngadalë që ka efektet e veta, po kjo është një pjesa bregdetare, por lëviz shumë shpejt. Si zgjidhje emergjente shihet vendosja e dallkthyesave për të mbrojtur zonën e banuar të Kunes nga përparimi i detit. Në këtë rast vetmja zgjidhja që në fakt kërkon shumë financë është instalimi i dallkthyesave, ose si quhen ndryshe breakwater offshore, që janë jo të kapuna në breg, po janë larg breg, që në kushtet e kësaj vije bregdetare duhet vendosen afërsisht në një zonë nga 100 deri në 180 metra, sepse tillë pjerësi ka shtrati i detit aty.
Alarmi për erozionin detar në Shëngjin është dhënë prej vitesh, por ende nuk është marrë asnjë masë konkrete për t'i bërë ballë këtij fenomeni. Fondi për emergjenca civile në buxhetin e shtetit për këtë vit është shtuar ndjeshëm. Në 2026 ky fond është 5.8 miliard lek ose 2 miliard më shumë se sa vitin e kaluar. Nga këto parametra të tjera është dëm shpërblehen dhe banorët e dëmtuar nga përmbytjet. Ndryshimet e forta klimatike vitet e fundit, të cilat kanë shkaktuar përmbytje masive në dimër dhe zjarre në ver, kanë bërë që të rritën fondet për emergjenca civile në buxhetin e shtetit. Nga të dhënat vërehet se në buxhetin e këtij viti, qeveria ka parashikuar një fond total prej 5.8 miliard lekësh për emergjenca civile. Nëse e krahasojmë me një vit më parë, rezulton se fondi është rritur me gati 2 miliard lek, ose rreth 45% më shumë krahasuar me vitin 2025. Në bazë të ligjit për emergjenca civile, detyrat e këtij institucioni janë që të identifikojë, vlerësojë dëmet që shkaktohen nga fatkeqësi natyrore, si tërmete, përmbytje, zjarre apo rrëshqitje toke. Në zbatim të buxhetit për vitin 2026 është parashikuar një fond prej 1 miliard lekësh në formën e transfertës së kushtëzuar për pushtetin vendor, i cili ndahet 500 milion lek për investime dhe 500 milion lek për kompensimin e qytetarëve të prekur nga zjarret apo përmbytjet. Po ashtu, paralelisht me këtë 1.5 miliard lek parashikohet që të përdoren për financimin e projekteve që lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore, ndërsa 300 milion lek janë dedikuar për projekte në diga dhe rezervuar. Autoritetet kanë vendosur që fondet për emergjencat do t'i ndahen pushtetit vendor në mënyrë që të mbështeten zonat me risk më të lartë nga fatkeqësitë natyrore. Javët e fundit vendi u përfshi nga rreshqet të dendura shiu, të cilat shkaktuan përmbytje në Durrës, Vlorë, Fier, por edhe në Veri, konkretisht në Shkodër e Kurbin. Tashmë në terren ka nisur vlerësimi i dëmeve për të vendosur më pas edhe për kompensimin. I rikthehemi në këtë moment e ngjarjes së rëndë regjistruar në burgun e Fierit, arratisjes së Altin Ndocit. ABC News ka arritur të sigurojë të tjera të dhëna që do t'i transmetojmë në këtë moment. Megjithatë, fillimisht unë duaj që të ndalem tek deklarata paraprake që ka patur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Në këtë moment e po ndiqni dhe foton e Altin Ndocit, i cili është i paraburgosuri i arratisur ditën e sotme. Në deklaratën paraprake, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thotë se Altin Ndoci është larguar nga ambientet e Spitalit Rajonal të Durrësit, ku ishte shoqëruar për kryerjen e vizitave mjekësore. Të gjitha procedurat mjekësore, thot Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, janë zhvilluar në repartin e infektivit, i cili ka dhe repartin e sigurisë për personat e dënuar. Pavarësisht ndërhyrjes menjëhershme nga forcat e policisë së Burgjeve për ndalimin e tij, Altin Ndoci ka arritur të largohet nga spitali. Strukturat përkatëse janë vënë menjëherë në lëvizje dhe po punohet intensivisht për lokalizimin dhe kapjen e tij, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Nëse i referohemi këtyre të fundit, paktën nga burimet e ABC News, mësohet se Altin Ndoci ka goditur policin që e shoqëronte në dhomë dhe është larguar. Raportohet se ai ka qenë në katin e tretë të spitalit dhe me shpejtësi ka arritur që të lërë ambientet e spitalit, duke u arratisur kështu pas vizitave mjekësore të kryera. Sa i takon personazhit dhe faktit se ai është në burg, dua të kujtoj se ai është i akuzuar për dosjen Plumbi i Art dhe konkretisht për vrasjen e 2 vëllezërve Haxhia, Besmir dhe Viktor Haxhia. Ka qenë një ngjarje e rëndë e ndodhur përgjatë kohës së pandemisë. 2 vëllezërit u vranë në banesën e tyre, teksa ishin të izoluar për shkak të kushteve në cilat jetohej në atë kohë. Raportohet se i paraburgosur Altin Ndoci, i cili është arratisur ditën e sotme, është mik i Nuredin Dumanit, i cili është edhe i penduar i drejtësisë dhe ka zbardhur një sër ngjarjesh kriminale. Ai bën pjesë tek dosja Plumbi i Art, ka goditur policin që e shoqëronte në dhomë dhe është larguar nga kati i tretë i spitalit dhe aktualisht forcat e policisë janë vënë në ndjekje të tij. Ulja ekstreme temperaturave mund bëhet e rrezikshme për shumë persona që kanë probleme kardiake. I ftohtë sipas mjekëve rëndon punën e zemrës. Ndaj pacientët e rrezikuar këshillohet të shmangin ambientet e ftohta, por dhe të tjerë që nuk kanë shfaqur probleme më parë duhet jenë vëmendshëm ndaj shenjave të pazakonta.
I ftohti shton rrezikun e problemeve kardiake. Ulja e ndjeshme e temperaturave sipas mjekëve ngushton enët e gjakut dhe vendos në presion zemrën, duke çuar deri në infarkt. Kemi edhe shfaqjen e menjëhershme të infarktit akut të miokardit. Infarkti akut i miokardit është një emergjencë e cila nuk pret për hir të së vërtetës, sa më shpejt të shkojmë në urgjencë, aq më i madh do jetë përfitimi që do ketë muskuli i zemrës. Më të rrezikuar sipas kardiologëve janë pacientët që kanë shfaqur shqetësime më herët, prandaj apelojnë që ata të shtojnë kujdesin këto ditë kur temperaturat në shumë qytete kanë arritur nën 0 gradë Celsius. Por sipas mjekëve, sforcimi në të ftohtë mund të nxjerrë në pa dhe probleme të fshehura tek persona që nuk kanë bërë ekzaminime dhe mund ta konsiderojnë veten të shëndetshëm. Pacientët të cilët kanë probleme me enët e zemrës duhen me patjetër të jenë më të kujdesshëm në temperaturat e ulta. Që do thotë, duhet të marrin mjekimin në mënyrë të rregullt. Duhet të kenë të veshur disa shtresa në momentin që janë temperaturat e ulta. Shpeshherë në vendet me borë, këto lloj pacientësh bëjnë edhe një lloj eforti të shtuar. Çka mund të shfaqi edhe tek pacientët të cilët nuk kanë qenë në dijeni më përpara, episode të tilla siç është angina pectoris, ose ajo që njihet në popullat si dhimbje gjokси. Edhe tek pacientët të cilët janë të shëndetshëm dhe nuk kanë qenë në dijeni më përpara, që mund të kenë pas ose jo ngushtime të enëve koronare, i ftohti dhe shpeshherë eforti në të ftohtë shfaq klinikën e dhimbjes së gjoksit. Kështu që duhet me patjetër të jemi të kujdesshëm për mendimin tim të dy grupet e popullatave. Por në cilat raste mjekët apelojnë për të kërkuar ndihmë të specializuar. Një dhimbje shtrënguese, që ne i themi një dhimbje retrosternale, e cila mund përhapet majtas djathtas sternumit ose majtas djathtas gjoksit, që mund të marrë krahun e majt ose të dy krahët njëkohësisht, ose mund përhapet shpeshherë edhe brapa shpatullave. Një dhimbje që zgjat disa minuta dhe pushon në momentin kur ne futemi ose në ambiente të ngrohta ose në momentin kur ndalojmë pjesën e efortit. Këto janë dhimbjet të cilat duhen konsideru dhe me thënë drejtën janë një alarm i kuq, një këmban alarmi që duhet me patjetër të na bëjnë që të shkojmë drejt mjekut. Gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.